Gjithë predispozitën e vetë kanë në irritime sipër, kështu që edhe kur i nje shkolla, kur i njojnë nxënësit e klasës, kur i nje psikologi e klasës edhe shkollës, jam e sigur që policia pastaj në bashkëpunim me shkollën do mund që të bëjë një punë më të mirë, por duhet të jetë vigjilente dhe e njëtrajtshme, pra të jetë gjatë gjithë kohës. Nuk e di pse unë mendoj që një fëmijë 13 ose 14 vjeç, po e ka frikë policin. Dhe kështu duhet jetë. Sepse është mësuar, figura e policit është autoriteti ynë në fund të fundit dhe duhet të jetë. Nuk besoj se është e dëmshme. Dhe duhet të jetë. Jo, mendoj e shikoj. Atëherë na ka munguar. Por duhet ditur që polici nga ana tjetër të ofron edhe ndihmën. Pra nuk e kemi vetëm frikë, por duhet të shkojmë për të marrë ndihmën e caktuar, se duket sikur ndonjëherë ka disbalanca midis. Po flisja për këto ekstremet që vrasin përpara shkollës. Shiko, ne nuk kemi vetëm kaq viktima, viktimë janë ata që janë në burg, ne shpjegoj pak avokati, se edhe ata janë viktima, që ti riabilitojmë. Nga eksperienca e punës tonë, vëmre edhe një gjë, dhe lidh me frikën ndaj policisë. Nxënësit, fëmijët të miturit, shpeshherë edhe të rriturit, e kanë pak problem që të shkojnë në komisariat dhe të bëjnë një denoncim. Se s'kemi besim, Borjana? Mendoj që është pak... Se është halli madh kjo, se... Besimi po, patjetër është element kryesor, se ti shkoj thuaj që ky komshiu im ka bërë ndërtim pa leje dhe të vje komshiu me sopat tek dera se ti spionon. Është ndjesia brenda individit që unë duhet të shkoj në komisariat dhe komisariati duket sikur është një gjë që lidhet vetëm me çështjet penale. Edhe me ndjesinë e ritmit ndaj figurës së policisë apo emrit që do të shkojë në komisariat apo duket sikur është një prishje imazhit tënd se ti po bën një komisariat dhe një ndikues kryesor është frika se mos ngjarja del në media.